Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur. Siç është kenë zakon në çdo festë, dasëm apo gëzim është hap me këngë burrash, edhe sot kena me hap me një këngë burrash, këngë ma e krahut që do ta këndoj Luish Gjerkaj. E ku ma bukur se pikrisht këtu në qendrën e Kastratit, në zemër të malësisë madhe, jehon kënga e vadhja tradicionale. Të ruajmë traditat tona, është një thirrje e cila u mbështet dhe u përkrah nga sponsori i këtij aktiviteti, Zoti Simon Pietri. Me organizimin e kujdesshëm të organizatorit Pal Qarraj, me detajet tradicionale që kemi përgatitur, dhe me një grup kaq të madh me këngëtarët më të mirë të muzikës veriore që do të këndojmë, kërcejmë dhe shijojmë këtë aktivitet që premton se traditat tona ruhen dhe vazhdojnë. Brezat e rinj duhet të aktivizohen sa më shumë në aktivitete të tilla, ku temë është tradita, sepse një popull që ruan traditat është një popull që jeton dhe vazhdon në pafundësi. Atëherë, për të hapur këtë program kulturor, artistik dhe tradicional, ftojmë këngëtarin që familjarisht e kanë ruajtur, mbajtur dhe e kanë trashëguar këngën, Nikol Buçi. Mirë se u zgjedh me Kastrati Moçim. Ju përshëndes gjithëve. Zakane burri, mare ka pas, gure besimare po me I vu kalas. Gure besimare po me I vu kalas. Kush na vjeni more, pa thirë në bor, nuk I lom more jo, as veni për vor. Nuk I lom more jo, as veni për vor. Besa lasht more, besa bigur, sot e bojmë more besen në flamur. Sot e bojmë more besen në flamur. U faleminderit. Hajde DJ. Hajde. Zemrën e ploti kujtime, qile zemrën e ploti
hajde pra moj lulia ime, hajde pra moj lulia ime, se me ty kam shumë kujtime, se me ty kam shumë kujtime. Hajde lule, hej, hej, heja lule, hajde lule, hej, hej, heja lule. Ju faleminderit. Ai është një këngëtar i ri me një zë të bukur dhe një të ardhme premtuese. Vjen përpara jush Gabriel Raposhi, e mirëpresim me duar trokitje. Në aktivitetet që kemi zhvilluar, ne kemi mbështetur talentet e reja. Edhe ajo, një vajzë e re, bukur dhe e talentuar, është nga Puka, por jeton në Tiranë. Besarta Kukaj! Përshëndetje të gjithëve, jam shumë nderuar të marr pjesë në aktivitetin tuaj.
Ju ftoj të gjithëve të kujtësini dhe të kënaqeni. Shijojeni. Dhe aty ku pa mërgim ta
Dhe tani besoj se ka ardhur koha që ne të sjellim një surprizë të bukur, e cila kulmon në ruajtjen e traditave tona. Brezat pak më të hershëm e kanë jetuar periudhën e dasmave tradicionale, ku nusja dilte me xhubletën autentike të Malësisë së Madhe. Ne sot kemi zgjedhur që këtë pjesë kaq të rëndësishme të traditës sonë, e cila është një traditë shumë e bukur dhe që gjithmonë do të mbesë e tillë, ta sjellim nusen me xhublet dhe me duvak. Atëherë, le ta presim nusen me një duar trokitje, ju lutem. Një trokitje për nusen dasmoreshat. Faleminderit. Vazhdojmë prapë me program. Shpresoj ta keni shiju edhe t'jeni emocionu sot do pak që kena sjell pak nga tradita e hershme që kanë pas parë tonë. Me praninë e nuses në skenë, ne vazhdojmë me atmosferën e dasmës, po bëjmë dasëm në Malësi të Madhe. Kështu titullohet kënga e shkruar nga Pal Qarraj dhe e kënduar nga Donika Vuçinaj. E mirëpresim me duar trokitje.
Faleminderit. Përshëndetje kastrati, mirë se ju kena gjetë. Gjithmonë festa ngëzime u bashkoshim. Hajde dasëm madhe ka malsi. Të gjithë këtë aktivitet të mrekullueshëm do ta ndiqni në televizionin Kopliku dhe më pas do ta gjeni në YouTube. Faleminderit televizioni Kopliku. Gjithashtu falenderojmë për mbështetjen portalin shqiptar, Kastrati News, Alb Media, Jeta Shkollore dhe Kelmendi në Shekuj. Dhe tani vazhdojmë programin. Ata vinë nga Dukagjini, këndojnë shumë bukur. Ata janë Gentian Gropa, Viola Shau dhe Noel Pietri. I mirëpresim me duar trokitje. Faleminderit. Mirë se u gjet me malsi. Faleminderit që na keni bërë pjesë të gëzimit tuaj. Jem si fillat, shkoni si jer, ma këthe në dimrin
me një duartrokitje, mirëpresim këngëtar nga Tuzi, Liria Camaj. Atër mirë Sogjeta Kastrat, me lejoni në emrin tim personal, të falenderoj organizatorët e kësaj eventi. Dhe tani duam të bëjmë një falënderim special. Ky falënderim shkon për zonjën Liza Qosaj, e cila ka bashkëpunuar gjithmonë me grupin tonë. Ajo me shumë profesionalizëm ka rregulluar modelin tradicional të flokëve të nuses tonë të bukur.
do doja një duartrokitje të madhe për zonjën Liza Qosaj. Ajo është shumë e njohur dhe është për herë të parë në Kastrat. Me zërin e saj të bukur dhe këngët e zgjedhura për këtë program artistik, vjen nga Mirdita, këngëtarja Prena Beci. Zoti ju rujt, të gjithë sa jeni e kudo që janë shqiptarët me zemër të bardhë, edhe gjithmonë u rushin traditat tona sa qoftë njerëzimi. Unë falenderoj shumë edhe organizatorin e këtij eventi të mrekullueshëm, zotri Paj Qaraj, bashkë me organizatorët e tjerë, për ftesën që sot të jem në mesin tuaj. Jam shumë e lumtur, jam shumë krenare, edhe uroj që të kalojmë çaste dhe momente sa më të mira. Faleminderit. Prishtinë
Zoti ju rujt, faleminderit shumë vallëtarët më të mirë në botë për atmosferën që krijut. E për gjithë publikun, Zoti ju rujt. Këngëtarin që do thrasim tani e njohim të gjithë. Këngët e tij janë një mesazh vlere dhe tradite. Ai gjithmonë vjen me temat më të kërkuara. Përpaja Rush, Bilbili i Dukagjinit, Pëllum Frinca! Një duar trokitje ju lutem. Para se të largohet jo vajza një dorë trokitje për këtë moderatore të artikulume kasia. Atëherë, para zgjithave mirë që ju kanë gjithë. Është nder dhe kënaqësi për mua që jam në kastratin e Malësisë, në kastratin e vlerave të Malësisë madhe dhe të kombit shqiptar. Mirë që ju kam gjithë, mirë që ju kam gjithë, ja u thonë me gjithë zemër. Një dorë trokitje për Pal Qarin. Duhet thëmë Pal faleminderit si na ke bashkosat. Ky bashkim tregon se ka njerëz që qëndrojnë edhe don këtë tokë të shajt që për mua është tokë e shajt, se gjithçka në botë mundesh me ble, por komb atë dhe s'mundesh me gjetë asfun. Pa harrue edhe atë djalë Mansor që ka sponsorizuar Simon Pietrin, një trokitje lutem gjithë sa jeni. Ju falenderoj edhe ju media nuk i njoh gjithë me emra për mënyrë veçantë televizionin Kopliku që i ka përcjell aktivitetet e madhësisë madhe gjithmonë. Çoje. Hajde krejt dorë për dorë madhe. Gjithë ndallë i duhet. Haydi davalı soyna
special. Qelsin Zemrës, a ka i bërë trokitje për organizatorët. Qelsin Zemrës, Qelsin Zemrës, Qelsin Zemrës, fjak e marë, ty jëm dashuru, je ilaç i shpëtimtar, më ka ti që du. Unë të thoja se ndashni, ma nuk e kam besen, krejt pa pritur erdhe ti, ma fshime kujtesen. Unë të thoja se ndashni, ma nuk e kam besen, krejt pa pritur erdhe ti, ma fshime kujtesen. Qelsin Zemrës, mja ke marë, ty jëm dashuru, je ilaç i shpëtimtar, më ka ti që du. Qelsin Zemrës, mja ke marë, ty jëm dashuru, je ilaç i shpëtimtar, më ka ti që du. Unë të thoja se dashnis, mas ka me janis, krejt pa pritur erdhe ti, planet pike prish. Unë të thoja se dashnis, mas ka me janis, krejt pa pritur erdhe ti, planet pike prish. Qelsin Zemrës, mja ke marë, ty jëm dashuru, je ilaç i shpëtimtar, më ka ti që du. Qelsin Zemrës, mja ke marë, ty jëm dashuru, je ilaç i shpëtimtar, më ka ti që du. Qelsin Zemrës, mja ke marë, ty jëm dashuru, je ilaç i shpëtimtar, më ka ti që du. Qelsin Zemrës, mja ke marë, ty jëm dashuru, je ilaç i shpëtimtar, më ka ti që du. Falënderës edhe një herë nga zemra dhe juroj që të keni çdo të mirë në jetën dhe në familjet tuaja. Falënderës zgjidhve. Falënderës. Me zërin e tij të bukur gjithmonë ka krijuar atmosferë. Vjen këngëtari i njohur Fredi Delaj. Hajde soni të nërëzë, e qëve të mëri, Nazje male po në përri, në në mërësi, Ashtu se që faqë më për, e unë po ju të, të në të qitë më zonë, se do të bëndonë, Ashtë bashkuar pejtë, mërësia ka në rëmë është bëhanë, Nuk ka me dhe skush se shtia sonë të të jëmë tranë, Nuk që erë nga uqini dhe jo Amerikan, Shonjë fam, e Mussolini, hajde dhe dansojmë tanë. Bravo! Hajde shpirtu edhe ti, na kalorje me ne, Bukuroje valën me, këndoj kërce, Po kosëli dashuria si ana e kësajna,
Vjemadja dhe mërësia, fanë mërësia pas Sonde me këtë fush, vos përshoj e s'fush Fush në vazë jo, nuk në të vetor E ju indiri, e në shkuzet Vazë mi me vajse, e tira e ju pëlqen Bravo, bravo Hajde sonde të vazë, leqë dhe të vëri Vazje male po në pre, në të mënësi Ashtu se që faq me parë, dhe në po ju thot Këtë në të qitë më stoni, se do të pëndon Ashtë bashkua tejtë marcia, hana dhe të anë Ka me da skush të shpia, sonde ku janë pranë Ju që herën nga Italia, dhe ju Amerikan Qojën pranë, dhe Mussolini, hajde dhe vazhën pranë Bravo! Bravo! Faleminderit, të bëmë shumë Nga Hoti vjen Elderin Dekaj. Ju përshëndes gjithë nga zemra, Kastrate dhe Malësia e Madhe, ku të gjeni. Në veçanti përshëndes organizatorët Simon Pietri dhe Falqaraj. Hajde shkojmë. Kurtën vajze Malësis madhe Bashk me do vinë atmosfera Në me dimri qel pran vera Në me dimri qel pran vera O hidhët valja E bjen qiftelia Me vajzat malsore Kur s'marën dashnia O bjen saksofoni Dhe klarineta Me vajzër bëjzjane Kush përzit e tjeta O nisët kanda E pok në mbilbili Me vajzat këllmenit Kur shtë ngihe syni O bjen tupani E pok dohet depi Me bukrat e hoti Kush marohet qefi Napoleonin qiftatellin Ogun ishtën e qytetit Por si zanat e bregdetit Por si zanat e bregdetit O hidhët valja E bjen qiftelia Me vajzat malsore Kur s'marën dashnia O bjen saksofoni Dhe zë klarineta Me vajzat bëjzjane Kush mërzit e tjeta O nisët kanda E pok në mbilbili Me vajzat këllmenit Kur shtë ngihe syni O bjen tupani E pok dohet depi Me bukrat e hoti Kush marohet qefi
dashnia, po vjen saksofoni, lezet klarineta, me vajzat bojzjane, kush mërzitet jeta. O niset kanga, e pofnon bilbili, me vajzat këmenit, kur shtëngihet syni. O vjen tufani, e poftohet tepi, me bukrat e hoti, kur smarohet qefi. Falenderojmë sponsorin e këtij programi, i cili për të tretin vit radhazi është treguar i gatshëm për të mbështetur financarisht koncertet dhe evenimentet që kemi zhvilluar këtu në Kastrat. Faleminderit zoti Simon Pietri. Kemi një falenderim special për administratorin e Kastratit, zotin Sancurri, i cili solli dhurat posterin e logut të Shmarkut. E falenderojmë me një duartrokitje. Gjithashtu falenderojmë butik Odeta Koplik, zonjën Flora Pepa i Hot, të cilat na janë gjendur afër me veshje tradicionale. Për të realizuar të gjithë këtë aktivitet u dëshpun dhe përkushtim nga stafi jonë, që si organizator kemi Pal Qarraj, falenderojmë për ruajtjen dhe promovimin e traditave tona dhe nusën tonë të bukur Romina Sufaj. Gjithashtu falenderojmë të gjithë ata që na ndihmuan në realizimin e këtij aktiviteti. Televizionin Kopliku, Eduard Lekaj, Vebi Hysaj, tupanat nga Tuzi Malësis Madhe, faleminderit shumë. Ata vinë nga Malësia dhe veçantar se janë bab e bi dhe shoqërohen nga grupi Shoqëria Kulturo-Artistike Liria. Vjen në skenë Jasmin dhe Adelina Nikaj. Mirë ditë atë gjithve, mirë se u takuam këtu në Kastrat Bratosh. Unë u bona këtu të tani shtëpis dhe juftoj gjithve të afroheni tani këtu, gjithë të afroheni, mos rreni larg, lutem afronu. Ashtu, se pari do falenderoj Simon Pietrin si organizator dhe Pal Qarraj dhe faleminderit juve që keni ardhur kaq shumë. Na fillojmë me një këngë tonën potpuri. Ju lutem, hajde afronu gjithë, shkojmë. Hajde, shkojmë që të valëzua, ju lutem, afronu.
qëtë prej goje, fjallë të emla qëtë prej goje. Faleminderit. I dur drokitje.